deri në këtë rënje. Jo, duhet ta kemi parasysh që nuk ka ra veç lëvizjeve të vendosur, se nëse ka ra lëvizjeve të vendosur kush është rritur atëherë. Për partitë të cilës i takon, jo për partitë e tjera. Po takon, po duhet të bësh ka një gjë më të vogël që interpretohet në mënyra të ndryshme. Unë një prej versioneve të mia e thash në fillim që thash vetë fakti se kemi qenë shumë të sinqert me votuesin dhe ju kemi treguar që këto zgjedhje janë të panevojshme. Nëse të arrihet 80 votësh për presidentin vetë si lëvizjeve të vendosur, është e pamundur, por dhe nuk është e shëndetshme për demokracinë. Besoj që kjo e ka demotivuar votuesin, por megjithatë duhet ta kuptojmë një gjë. Lëvizjeve të vendosur tashmë është më e madhe se sa dy subjektet që janë pas neve, ndërkohë që duhet me përgjysmë edhe subjektin e tretë që ka kalu pragën për me arrit lëvizjen e vendosur. Pra, po flasim për një rikonfirmim të vatueshëm të qeverisë së Albin Kurtit. Në anën tjetër duhet ta kemi edhe parasysh edhe një detaj. Që opozita ka thonë që i ka thonë popullit që Albin Kurtin duhet me ndru gjithçysh dhe me gjithat lloj fushate, me gjithat mobilizim e shpifje, nuk po ja del dat populli, po besoj që ne do ta bëjmë qeverinë pa asnjë të lashme. Dhe zotëri Mehani, në këtë rënje të përqindjes tashmë të lëvizjes vetëvendosje, a besoni se një nga faktorët që kanë ndikuar ka qenë edhe rikthimi i ish-presidentes Vjosa Osmani në garën zgjedhore politike? Jo, unë thash, ka besoj, e thash në fillim, arsyet i thash edhe që i mendoj që janë ma reale. Rikthimi i zonjës Osmani në garë prodhon një rezultat shumë të vogël që ajo pretendante se do të arrinte populli po e don një rezultat shumë të madh, kështu që nuk besoj që mund të ketë pas në margjina, po përqindje e vogël, pra besoni se një pjesë e këtij votuesi, sa do të qoftë pra masa dhe pse ju po e cilësoni përqindje të vogël, a besoni se pra votuesi i vetëvendosjes që ka zhvendosur tek LDK-ja? Nuk po flasim për zhvendosje, po flasim për një pjesë të votuesit që nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Po nëse shohim sa është rrit, nuk jena të thonë që vendosës ka shku të votuesi vetëvendosjes ka besu pa të lashe për me po qeverinë, e në anën tjetër ka besu dhe ka mendu që për me zgjedhje presidentin është e pamundur dhe të e konsideru që Albin Kurti dhe lëvizjeve të vendosur votat për qeveri i merr sigurt, e në anën tjetër votat për presidentin janë të pamundur, për presidentin janë pamundur, besoj që kjo ka qenë edhe arsye pse në pjesë e votuesve tonë nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Mehani, a besoni se vota e diasporës pasi që të numërohet pra nga KQZ-ja do e bëj diferencë në rezultatin zgjedhor dhe mbase vetëvendosja do ketë një rritje? Ajo është tashmë e dëshmuar, pra nuk është le të themi besim i pabazuar, po është diçka e besuar dhe në vota në mënyrë le të themi plebiscitare votan lëvizjen vetëvendosje. Mehani, në anën tjetër me një përqindje